agjerojnë, po i ka faj ke dynjaja, gjatë ditës së agjerimit, janë nervoz, janë jo korrekt në punë, janë jo korrekt në sjellje, kanë kokëdhëmbje. Nuk është agjerim i dëshiruar. Kjo agjerim le shumë për të dëshiruar. As nuk është qëllimi i agjerimit ty me të çrregullua. Përkundrazi, qëllimi i agjerimit është ty me të edukuar. Ty me të kalit. Ty me të bëma të pjekun, ma të matur, ma të suksesshëm, ma të sjellshëm. Agjerimi, sinqerisht po them, nëse ndalemi veç për ushqimit edhe pijeve, kjo është puna më e lehtë. Agjerimi ka synim që ty me të ngrit në shkallë lartë të devotshmërisë, me të ndal edhe prej fjalëve të kota, prej fjalëve të ndyta, prej nënçmimeve ndaj njerëzve, prej përgojimeve, prej thashethëmeve, prej shpifjes. Agjerimi të ndal prej xhelozisë, prej inatit, prej urrëties,